Në katedralin e Shën Nikollit në Lezhë u mbajt një meshë e veçantë për shpirtin e shenjtërisë së tij Papa Franceskut, i cili u nda nga jeta duke lënë pas një trashëgimi të thellë shpirtërore dhe njerëzore për mbar botën. Pjesë e ritualit fetar ishin të gjithë priftërinjtë e dioqezës së Lezhës, si dhe 10 besimtarë të cilët adresuan lutjet e tyre për shpirtin e Atit të Shenjtë. Në fjalën e tij para besimtarëve, i peshqvi i dioqezës së Lezhës Monsignor Ottavio Vitale theksoi dashurinë dhe respektin që Papa Francesku kishte për Shqipërinë dhe popullin ton. Jemi këtu i kërisë për të lumtur në shpirtin e tij. Që sot dhe të rëmoj e ngritërinë e shenjtë e jemi të rogër e falenderuara ky Zotin për zërin i pandëma. Si të rëndëzës mërë që ka të rëguar gjatë se kur të përindojë. E mos në rëllë në nga që e i ka stjetë të momentet shpire në që e në rëlluan për patë ka stjetëm në ardhës në në shpetit. Kohë një barë stjetëm për i për të nësituar. Dhe këra të ngonë për të shlivarë shumë në pasë për ne. Papa Francesku ndorroi jetë mëngjesin e së hënës në moshën 88 vjeçare, pas problemeve shëndetësore të shfaqura gjatë muajve të fundit, ndërsa funerali i tij do të mbahet të shtunën në Vatikan.